Kjo ditë shënon agimin historik të një lindjeje të mesme të re. Me këto fjalë, presidenti Donald Trump ju drejtua ligjvënësve izraelit në Knesset pas lirimit të pengjeve që ishin ende gjallë nga lëvizja e Hamasit. Ky nuk është vetëm fundi i një lufte, por i një epoke terrori dhe vdekjesh, si dhe nisma një epoke të besimit, shpresës dhe Zotit. Është fillimi një epoke të re, harmonia afatgjatë për Izraelin dhe të gjitha kombet që do të jenë pjesë e këtij rajoni të mrekullueshëm. Jam besim plot për këtë. Ky është agimi historik i një lindjeje të mesme të re. This is the historic dawn of a new Middle East. Presidenti Amerikan vlerësoi kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu duke e quajtur atë një njeri me kuraj të jashtëzakonshme. Ai nuk është një person me të cilin mund të merresh vesh lehtë, por kjo e bën atë të madh, tha Trump. Ai bëri jehon deklaratës së mëparshme të Netanyahut për paqe përmes forcës, duke vënë në dukje se ishte ky parim dhe kjo qasje që ndihmua në arritjen e planit të paqes dhe lirimin e pengjeve izraelite. Ne nuk do të jemi politikisht korrekt, tha Trump, duke vlerësuar rëndësinë e ushtrisë amerikane dhe armatimeve amerikane. Ai bëri gjithashtu thirrje për një epokë të re në lindjen e mesme, duke theksuar se tashmë ekziston një hapësirë e vogël për ta transformuar rajonin. Ky është një moment entuziast për Izraelin dhe gjithë lindjen e mesme, pasi të gjithë në rajon forcat e kaosit, terrorit dhe rënimi që kanë qenë plagë e tij për dekada tani janë dobësuar, izoluar dhe mposhtur tërësisht. Një koalicion i ri krenarie dhe përgjegjshmërie po zhvillohet. Trump shtoi se tani është koha që fitoret kundër terroristëve në betejë të përkthehen në çmimin përfundimtar të paqes dhe prosperitetit për të gjithë lindjen e mesme. Gjatë fjalimit të Trump, një deputet i Pakicës Arabe u përpoq ta ndërpriste atë, por ai u bllokua dhe u nxori jashtë nga agentët e sigurisë.